Martesa e aktores Rudina Dembaca me ish-deputetin Mark Froku ishte një nga më të komentuarat në media roz. Rudina u divorcua nga bashkëshorti pas disa vitesh martesë, e më pas u shpreh se ishte mjaft e lumtur që në jetën e saj kishte takuar dikë si Marku. Edhe pse deklaronte se 3 fëmijët e Markut i dua si fëmijët e mi, duket se situata në familjen e tyre pas ka qenë e tensionuar dhe me shumë përplasje. Ka qenë vetë vajza e ish-deputetit Mark Froku, ajo që është drejtuar medias me një letër, ku tregon se Rudina nuk është ajo që shfaqet në ekran dhe në rrjetet sociale. Mara Froku, vajza e Mark Frokut, ka theksuar se në këto momente ndjen dhimbje kur sheh deklaratat e Dembacaj se fëmijët e bashkëshortit i konsideron si fëmijët e vet. Sipas Marës, mesazhet e bukura në rrjetet sociale dhe publikimi i tyre që të krijojë imazhin se gjithçka shkon perfekt në atë familje është shumë ndryshe nga realiteti. Rudina Dembacaj është ajo që po krijon barriera mes meje dhe babit, shprehur vajza e ish-deputetit. Ajo shkroi: "Prindëria nuk provohet me deklarata, por me sjellje Rudina, që ti ta dish mirë. Nuk është e ndershme të thuash, janë të mit dhe njëkohësisht ndash fëmijët nga i vetmi prind që kanë gjallë, apo edhe nga shtëpia e tyre. Familja mbahet me prani dhe me përfshirje, jo me kontroll, siç do të bësh ti. Sot mjafton të veshësh petkun e familjes në kamera dhe të quhesh një grua e mirë, siç quhesh ti, por realiteti në familjen tonë është shumë ndryshe dhe atë askush nuk e di përveç nesh që e përjetojmë çdo ditë." Në fund të deklaratës së saj, Mara Froku ka zgjedhur që të firmos me emrin Mara Hanvera Froku, duke vendosur emrin e nënës së saj dhe jo të babait, një detaj ky që tregon qartë marrëdhënien e ftohtë babë-bi. Sipas Marës, arsyeja e kësaj situate familjare është pikërisht aktoria Rudina Dembacaj.